Veriu Sport ju përshëndes drejt për së drejti nga stadiumi Arena e Demave të kryeqytetit në pragndeshjen Partizani Vllaznia java e 12 kategoria A-Biznet superiore. Kam të pranë Arbi Laçin, një ish gazetar, po them ish gazetar sepse për shumë vitesh ka qenë pjesë e gazetës Sport Express, me pas zëvendësit i shtypit i klubit Tirana dhe për disa vitesh së fundi një menaxher i suksesshëm i futbollit shqiptar, duke transferuar sportistë të rëndësishëm të spikator brenda dhe jashtë Shqipërisë. Arbi, jemi pak minuta përpara ndeshjes Partizani Vllaznia. Si e parashikon? Harroj detaj të rëndësishëm, kam dalë si drejtor sportiv kampion me Tirana. E plotësojmë sepse tillë Edhe për shaka, edhe për respekte dhe kolegu Yusuf Beurta, jemi drejt për drejt me Veriu Sport, pra një tjetër emër i medias, komentatori i ndeshjes Partizani Vllaznia, por e kam nisur intervistën, mos mu largo, e kam nisur intervistën me ish drejtorin sportiv të klubit Tirana, Arbi Laçi. Partizani në zonën e ftohtë të rënjes nga kategoria dhe Vllaznia kryesuese e kampionatit. Jemi vërtet, Vllaznia është ekipi më i bukur i sezonit. Do të thënë është një skuadër që sulmon, është skuadër agresive, që më pëlqen, është një skuadër që tarkton dhe kam përshtypjen që do të jetë viti i Vllaznisë të vit. Unë thash Vllaznia kryesuese, në fakt ka qenë bashkëkryesuese deri mbrëm, kur mbrëm Elbasani mori barazimin me Dinamo dhe aktualisht është 1 pikë plus Vllaznisë. Vllaznia sot nëse barazon vazhdon të kryesojë me pikë barabarta, nëse merr 3 pikë shkëputet nga Elbasani. Gatë kampionati është i gjatë shumë, do të kemi ulje ngritje, është krejt normale. Patjetër do të ketë rotacion mes Elbasani dhe Gnatias, Vllaznisë, por ndoshta edhe Dinamos që nuk e përjashtoi nga gara për titull. Por e përmenda jo më kot fakti që Vllaznia është skuadër aktuese, skuadër sulmuese, ka një kontingjent mirë, do të ketë pak më shumë kujdes për sa i përket dëmtimeve. Është një epidemi që kam përdjek të fillim sezonit. Kam përshtypjen nuk e kemi parë akoma më të mirë në Vllaznisë të këtij viti. Ne shohim një skuadër kolaudi me sipër edhe për disa elementë kanë dhe vetë një dy elementë mirë aty, kështu që kam përshtypjen do jenë determinant në pjesën e mbetur të sezonit. Arbi, diçka veçantë sot në këtë sfidë për skuadrën kuqe blu, mungon një titullar me peshë Gurishta, por mungon edhe trajneri Martini, i dënuar me 2 ndeshje për ato episodet pas ndeshjes Vllaznia Dinamo, por edhe drejtori sportiv, Vjetën Sinaj, që mori karton të kuq gjatë takimit. Këto mungesa, qoftë në formacion, por sidomos edhe në pakinë, mendoni se do të ndikojnë negativisht? Për te disa elementeve që ndoshta ishin disi të tejkaluar, atmosfera e krijuar në atë ndeshje më kujton një El Clasico në para disa viteve kur Reali dhe Barcelona prodhonin edhe artificialisht disa incidente mes tyre dhe gjë që jepte rëndësi më të madhe asaj përballje. Kam përshtypjen një gjë po provokon edhe Dinamo me Vllaznin që nga Final Four i sezonit kaluar. Besoj bën mirë, po deri në limitet e fair play-it pa kalu paset ato gjeste që janë antisportive. Kam përshtypjen që mungesa e tyre sot nuk do ndihet për një arsye të vetme, sepse shoh Vllaznin si një skuadër, siç e përmenda, me kontingjent bollshëm. Dhe për sa i përket Martinit, do të jetë vetëm 2 shkallë më lart, kështu që do të jetë praktikisht i pranishëm me skuadrën. Gjithsesi, në bankinë është një emër jo pak i njohur si Ergi Borshi, i cili ka provuar ta drejtorë Vllaznin edhe në nisjet e kampionatit dhe madje me sukses, një familje sportive, kur kemi parasysh edhe babain e tij të mirënjohur Ferit Borshi, pra do të jetë Borshi në bankinë. Unë ju uroj sukses, po deklarohem shumë si Vllazni sot. Megjithatë, po jam në Vllazni sot, kështu që do bëj tifo për ju sot. Ju uroj sukses e Borshit për gjithë Vllaznisë në përgjithësi. Shikojmë me ato lëvizje që ka bërë stafi teknik, është rikthyer në formacion Ersin Hakaj, që është një peshë, një emër potent, por ka qenë paksa në hije javët e mëparshme, ndërkohë që i kanë besuar edhe Pusit në që do të mbrojtës. Jam shumë kurioz për ta parë Pusin sot me vëmendje, është një element, po. Është një element, po për Hakaj nuk kemi çfarë flasim, se është lojtar që njihet. Pusin e kam ndjekur edhe duke nisur që para 2 vitesh, kam përshtypjen që ka potencial, ndoshta duhet dhënë diçka më tepër mundësi, sepse është një futbollist prodhimi i Vllaznisë që duhet të jetë akoma më i rëndësishëm. Po, jemi drejt për drejt e gjithçka është normale, është normal. Fati kam ndjekur, do të thotë se keni ndonjë shënjesa? Gatshëm të shoh të gjithë dhe marr atë që mundem. Jo të gjithë ne mund t'i marrim. Është një lojtar me potencial, siç e përmenda, dhe pse jo, nuk e di, në të ardhmen gjërat mund të zhvillohen për mirë.
Dhe së fundi, diçka për Tiranën, ku keni qenë drejtor sportiv prej shumë vitesh, Julien Kiç, është në këtë gjendje? Unë jam tifoz i Tiranës, kam qenë dhe do jem gjithmonë. Nuk kam asnjë koment për situatën aktuale, se nuk kam zgjedhur mos merrem me ish klubin tim, por patjetër që Keqardhi Keqardhi është shumë e madhe, kam përshtypjen që e kanë mundësinë që të ngrihen. Ja uroj. Faleminderit, ishim me Arbril Laçin, një ish gazetar, inspirator i medias sportive, kujtoi kohën e bashkëpunimit në Sport Expressin e famshëm që drejtoi nga Fatmir Mneri, me pasi stam detyra të rëndësishme, drejtor sportiv tek klubi Tirana, dhe aktualisht një menaxher inspirator futbolli. Faleminderit. Falenderoj.